Donald Trump I ka ofruar informacione të klasifikuara ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, raportojnë mediat amerikane, të cilat hedhin sërish hije skandali mbi figurën e presidentit amerikan. Sipas medjave, informacioni ka të bëjë me një plan të Shtetit Islamik për të kryer sulme duke përdorur laptop në avion, por këshilltari I Trump, McMaster, I hodhi poshtë lajmet duke I cilësuar si të pavërteta. Trump priti ministrin Lavrov në dhomën ovale javën e kaluar. Në bashkëbisedim me të dhe ambasadorin rus në Washington, Sergej Krisliak, ai zbuloi detaje që mund të çojnë në ekspozimin e burimit të informacionit, shkruan Washington Post që citon burime zyrtare. Presidenti thuhet se ka dalë nga protokolli duke zbuluar detaje mbi planin e ISIS përmes përdorimit të laptopëve në avion dhe vendin ku ishte lokalizuar kërcënimi. Sidoqoftë, nëse kjo do të ishte e vërtetë për Trump, nuk do të përbënte shkelje të ligjit, pasi presidenti I Shteteve të Bashkuara ka autoritetin të deklasifikojë informacionet. Ajo që bie në sy është se takimi mes tij dhe ministrit Lavrov erdhi një ditë pasi Trump kishte shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey, që po hetonte lidhjet e tij me Rusinë.